Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për atë që po ndodh në botë, por edhe përgatitje që duhet bëjmë në Shqipëri për tingut e luftës nga të katërt anët, për ushtrinë se ku e kemi, përgatitje që kemi bërë gjithë këto vite, më shumë kemi bërë dëm apo mirë dhe çfarë mund të bëjmë në këtë kohë që na ka mbetur. Për këtë çështje do të flasim me ushtarakun, zotin Memush Abilaj, ish drejtori i laboratorit qendror të kimisë, por edhe poste të tjera mjaft të rëndësishme që ka mbajtur njohës mjaft i mirë i çështjeve të ushtrisë. Zoti Abilaj, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje. Në bisedën e fundit për komunikimin bashkë. Faleminderit ju. Në bisedën e fundit që ne kemi bërë, ju më thatë tekstualisht që NATO-n duhet ta harrojmë edhe duhet të përgatitemi. Ndërkohë që kanë kaluar vetëm disa muaj nga i parashikim, NATO po shkon drejt shpërbërjes de facto apo de jure. Problemet janë shumëta dhe shumë larg aktivizimi i nenit 5, nëse do kemi mundësi. Por tani sa të sigurt jemi ne në këto kushte? Tani NATO dhe Trakati i Varshavës kanë qenë dy organizata politike ushtarake antipodët të njëra tjetrës, të cilat janë krijuar para që mbas luftës së dytë botërore dhe kanë qenë pjesë e ruajtjes së ekuilibrit në të paktën në Evropë. Ky ekuilibër bëri që në Evropë të mos kishte luftra gjatë gati gjysmë shekulli dhe në vitet 1990 me shpërbërjen e kampit socialist, kryesisht të Bashkimit Sovjetik, që mbante në këmbë Trakatin e Varshavës, ngeli vetëm një organizatë ushtarako-politike, NATO-a. Meqense organizata kundërshtare u eliminua, doli jashtë loje, që në vitet mbas viteve 90 me eliminimin e Trakatit të Varshavës duhet ishte eliminuar edhe organizata e NATO-s, sepse nuk ishte arsye politike dhe ushtarake për të ekzistuar. Këto ide kanë ekzistuar që atëherë në vitet 90 që me prishjen e organizatës së Trakatit të Varshavës duhet prishur edhe NATO. Po dhe ideja në strategjinë amerikane ishte që NATO të kufizohet shumë, të jetë në drejtimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe këto vendet evropiane duhet të ishin, si të thuash, element të vejël përbërës të NATO-s. Por kjo nuk i interesonte politikës evropiane dhe politika evropiane synonte ta mbante NATO-n për të ruajtur veten, një dhe e dyta për ta përdorur për qëllime politike atje për interesat e Evropës. Kështu që NATO u mbajt në këmbë në këtë prizëm, domethënë në shërbim të interesave politike të Evropës. Dhe për të mbajtur në këmbë të organizat, natyrisht do gjendeshin justifikime nga më të ndryshmet. Me kalimin e kohës, u pa që NATO po degradonte dhe sot është në stagnacion dhe në qoftë se do zbatohet ajo politika e Trumpit, presidentit Trump, që thotë që në qoftë se nuk do paguani do e braktis NATO, atëherë NATO është komplet e falimentuar dhe ngelet një relike e të kaluarës. Problemet që ka sot NATO janë shumë të mëdha. Qoftë nga ndërtimi, struktura, mbështetjet, ana financiare e tjerë. Sot NATO ka një buxhet rreth $1.5 trilion afërsisht